Ilir, ky tha do të jenë shqiptarët që do t'i tregojnë samitit në datë 16 se ç'po ndodh këtu. O me safat është ky Edi Rama. Do me thënë, ta luste, ta paguan të bënë një gjë të tillë. Në një moment të tillë, lajm ky, o me safat është Edi Rama. Në një moment të tillë delikat për botën, ku zhvillohet samiti në Stamboll për t'i dhënë fund luftës dhe paqes, kur presidenti i Amerikës është lidhjen e mesme dhe është problemi i paqes Izrael-Palestinë. Kur është gjithë shqetësimi që ka të bëjë me stabilitetin e brendshëm euroatlantik të marrëdhënieve Amerikë-Evropë, kur Rusia dhe Kina e kanë tmerruar perëndimin, ekonomikisht, politikisht, ushtarakisht etj, sepse duhet të japin të vërtetën se kjo situata. Del opozita e Edi Ramës dhe bën protestë kundër perëndimit. Mundësisht të çojë një 5000 vet atje që ta bëjë protestë. Ta bëjë çik më madhështore. Sigurisht. Lajm, ti çojë një 5000 vet Sali Berishës ditë me datë 16 ta bëjë më madhështore.